simbolikisht mund thuhet se Komisioni i Venecias dhe demokracia shqiptare janë shok materniteti. Kanë lindur në të njëjtën kohë në vitin 1990. Kanë bilancën e vet dy kontribute kyçe për historinë e re ende, por gjithsesi histori e zhvillimeve demokratike në Shqipëri. Kontributet për kodin zgjedhor, të cilat kanë mbështetur thelbësisht përmirësimin e këtij kodi dhe kanë forcuar garancinë e standardeve demokratike, dhe nga ana tjetër kontributin historik për reformën më të thellë dhe më të vështirë që ka bërë Shqipëria, reformën në drejtësi, ku Komisioni ka qenë një bashkëpunëtar i pandar. Kur gjykata kërkon opinion nga Komisioni i Venecias, nuk kërkon leje dhe nuk cedon sovranitet. Komisioni i Venecias ka qenë një udhërrëfyes në praktikën institucionale, duke ndihmuar vendimarrjen, jo vetëm përmes amicus curia, të dhëna mbi kërkesën e gjykatës për çështje konkrete, por edhe përmes standardeve dhe parimeve të elaboruara gjatë veprimtarisë së tij, sa herë është vënë lëvizje nga shtete dhe institucione të ndryshme për çështje kushtetuese.